أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, sot do përmendim se prej bukurive të Islamit janë 5 shtyllat e Islamit. Adhurimet në Islam janë aq të logjikshme, aq të lehta, aq praktike, dhe dobit prej tyre janë aq të mëdha sa që nuk e ngarkon asnjë njeri në zbatimin e tyre. Besimtari pasi që e thot shahadetin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, obligimin e parë mas shahadit e ka namazin, pastaj agjërimi, pastaj zeqati, pastaj haxhi. Nëse analizojmë këto dispozita dhe rregullat e Islamit, do të shohim se njeriu, jo vetëm muslimani, po njeriu ka fitime të mëdha prej tyre, dhe këto adhurime duhet t'i bëjmë të gjithë ne për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin e tij në këtë botë dhe në ahiret. Andaj për namazit, agjërimit, zeqatit, haxhit, besimtari nuk fiton shpërblime vetëm në ahiret, po fiton shpërblime edhe në dynja. Jep efekte pozitive edhe në jetën e tij individuale, edhe në atë familjare, po edhe në atë shoqërore. Ande këtu delshesh madhëria dhe madhështia e adhurimeve të Islamit. Ti e fal namazin, po ai namaz ka ndikim të jashtëzakonshëm në ndërtimin e karakterit tanë. Ti agjëron Ramazan, po ai Ramazani ka efekt të jashtëzakonshëm në ndërtimin e edukatës tonë. Ti jep zeqatin, po ai zeqat që e jep edhe të ti ndikon, po edhe të familja jo të ndikon, po edhe të rrethi ku jeton të ndikon. Ti e kryen haxhin, po ky haxh jo vetëm të ti që ndikon, po ndikon edhe në këtë umetin islam. E kuptoni përfitimet e shumta që na vijnë nga adhurimet tona që secili besimtar, disa prej tyre i bën për çdo ditë, e disa prej tyre i bën për çdo javë, e disa për tyre i bën një herë në vjetë, si se është agjërimi, e zeqati, e disa për tyre i bën një herë në jetë, si kurse është haxhi. Ama përfitimi që ka për krejt njerëzimin, për ty edhe rreth e përqark njerëzit që i ki, në këtë botë e të mos flasim për shpërblimin që e presin besimtarin në ahiret. Ta vështrojmë namazin. Çka do të thonë namazi? Namazi të lidh ty me Allahun dhu xhelal. E forcon lidhjen tonë me te. Shifni vëllazni, si kemi thona për para, larg syrit, larg zemrës. Nëse me një njeri rrallë shifesh, dashnia jote dhe lidhja jote me te do pësohet. Edhe e njëjtë është nëse ti me Allahun dhu xhelal shifesh rrallë, takohesh rrallë, komunikon rrallë, edhe dashnia jote ndaj Allahut paksohet, po edhe dashnia Allahut ndaj teje paksohet. Andaj jo rastisht, Allahu i madhëshëm e ka caktuar që gjatë 24 orëve 5 herë të thret në takim me te. Kërkon prej teje që të vish edhe të lajmërohesh para tij. Ti drejtohesh atij me problemet që i ki dhe kërkesat që i ki. Ai të thret ty 5 herë në ditë, hayya ala salah, hayya ala al falah, eja në namaz, eja në shpëtim, eja kejt shka ki para mu kallëzoj. S'ki nevoj me shku as të filani biznismeni, as të filani i pushtetshmi, as të filani
i mençmi, as të filoni i fuqishmi, s'ki nevojë me shku te kërkush. Allahu Dhul Xhelal thot mua, ti e ketë neve të gjitha rastet dhe situata që i kemi, hayya ala salah, et namaz. Hayya ala al-falah, eja në shpëtim. Hajde namaz, aty ka i dertet tuja, aty tregoj hallet tuja, aty paraqiti kërkesat tuja, aty lip pre Allahut keq që ki nevojë me lip. Edhe ka dallim mes atij që 5 herë në ditë i përgjigjet Allahut lebejk Allahumma lebejk, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem, edhe qohen sabaherët e pri zhumin, edhe pik zhegit i përvjel krahët e fal drekën, edhe kur është hala zhek një qendi, ai nuk e lën namazin pa e fal, edhe akshami kur flladitet e fal akshamin, edhe nuk bie në gjumë pa e fal Yasin, edhe pse ndoshta Yasia kanë herbohet pak më vonë. Amaj i rin gati namazit, edhe i rin gati qëndrimit të tij para Allahu Dhul Xhelal, pse nëpërmes këtij namazit ai i fiton krejt të mirësi. Thënë ulemat, namazi i ngjan një pemës. Nëse atë pemë e ujit rregullisht, ajo pemë është e gjelbërt edhe jep frytet e veta. Nëse atë pemë ti e lën pa ujitje, ajo kadal thahet, ajo fiket edhe s'jep kur një farë peme. Andaj edhe namazi, nëse i rinë 5 herë ngati, ai namaz është i gjelbërt, ai namaz është i begatshëm, ai namaz është i dobishëm, edhe është pastaj frytdhënës. Ama një herë falu, 3 herë mos u fal. Një ditë falu, 3 ditë mos u fal. Shkon tu tha ajo pema derisa thahet krejtësisht. E masëne, pse kemi na probleme? Pse kemi na telashe? Po ka tha pema e imanit në zemrën tone. Ti thun jam musliman, ama Islami nuk mjafton veç me emën. Islami nuk mjafton veç me deklarat. Islami nuk mjafton veç me thonë unë jam musliman. Po Islami ka obligimet e veta dhe detyrat e veta sipas të cilave duhesh me vepru nëse don me qenë musliman. Andaj, njeriu nëpërmes namazit i kthehet Allahu Dhul Xhelal, atëherë kur e mashtron dunjoja, atëherë kur e habi dunjoja, e keni po, delti me punue, mas sabajt, ja nis punën në ora 7, apo ja nis punën në ora 8, edhe punon, edhe thirë zoni drekës në ora 12 e gjimës, 15:01, edhe i ki pun, e thu hajtë se ma vonë pak e fali. Të habit dunjoja prej namazit. Ki tjetërin në pazar, të pun hajtë se edhe pak të kalë këtë mushteri, hajtë edhe këtë mushteri, a i subhanallah, shejtani si për inati, për të testu imanit ti, i qonë bashkë vakt namazit, ma shumë se një mushteri. Edhe a i kejtë qefë se ka me bo shumë pare, ka me fitu shumë prej mushteris, edhe një, kur thiri e zani i qenis, a i pa e falë drejken, au që ka bona. Mashtrej shejtani më habiti dunjoja, edhe e vonova namazin për i vaktit vetë, hini i qenia e pa e falë drejken. A fitove humbe ti humbe shumë, ma shumë se sa fitove. Se më një anë fitove diçka për i dunjas, a nanën tjetër e humbe një sen të madhe në dunjo dhe në ahiret. Andaj namazi të kujton ty që mos të habitesh mas dunjon. E dini pse? Se atë dunjo për të cilën shumica e njerëzve punojnë, hakatin, lodhen, raskapiten, djersiten, pa gjumë net të shumë të kalejnë, ajo dunjo për të cilën kejtë na lodhemi dhe raskapitimi, vjen dita që na e lomë, edhe ajo na lën neve, edhe s'kur kush për njerëzve për rreth se kanë ngale për gjendjen tonë, kur dalim na para Allahu Dhul Xhelal, pse? Sepse se cili kam i pas galet e veta, e ty ka me të nimu qaj namaz që i këndet gati ti ati. Andaj të dashë vëllezër, namazi neve në ndimon me na kriju atë baraspeshen, që mos muhabit mas dunjos, po vjen edhe e falë namazin, fatë mirësisht. Ky pazar i Shkupit, edhe kjo qarshie e Shkupit, fatë mirësisht, është edhe mbrenda edhe rreth e përqark për plot me xhamia. Që mos me pas arsye askush, ndesh ata që punojnë pazar,
Ndesh ata që punojnë qarshi, mos me pas arsye as ku shpytymve me thon valla, unë tamam më bona njet me fal namazin, po s'kisha ku me lën mallin, xhamin e kisha larg, aty s'u fala, meta pa u fal. Jo, alhamdulillah, xhamia të rreth e përçark, secila më e mirë se tjetra, secila më e pastër se tjetra, secila më e freskët verës se tjetra, secila më e ngrohtë dini se tjetra. Bile, tamam mas janisti në ora 8, 9, 10 punës, tamam vjen mas 3-4 orë punë, 5 orë punë, vjen vakti i drekës, e merr një abdes, e fal drekën, e bën një pushim të vogël 20 minuta, e i kthehesh punës me elan, edhe energji, edhe vullnet, edhe më të madh. Tamam nxefësh të punue, vjen vakti i qenis, shkon e merr një abdes, e fal i qenin, edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe shpirtnisht, e bën një pushim, një pauzë, edhe shkon të shtëpia në akşam, edhe shohin familja, qef, gruaja dhe fëmijët, sikurse me qenë hiç pa punu, hiç i palodhëm. Pse? Se gjatë punës fizike që e ke bo pushimin shpirtnor, edhe ajo ta ka rrit vullnetin dhe energjin për me bo punë të hejrit edhe punë të mira edhe matutje. Andaj, namazi e ndihmon besimtarin me kujtu Allahun. Atëherë kur njeriu e haron Allahun, tu përmen pare, tu përmen mall, tu bo muhabete, thash e thëme, tu ja majt galen biznismenave, tu ja majt galen politikanëve, tu ja majt galen aktorëve, tu ja majt galen sportistave, shkon dita pa thonë subhanallah, shkon dita pa thonë elhamdulillah, shkon dita pa thonë Allahu Akbar, e vjen në xhami, e vjen me fal namazin, edhe puna e parë që thu Allahu Akbar, Allah është më i madh. Allah është më i madh se unë, Allah është më i madh se familja eme, Allah është më i madh se pasunia eme, Allah është më i madh se pushteti i pushtetarëve, se miliardat e miliarderave, se krejt botat çka kanë te, Allah është më i madh. Andaj, nëse kemi nevojë për diken është Allahu. Nëse kemi nevojë me u frikë për dikujt është Allahu. Nëse kemi nevojë për ndihmën e dikujt është Allahu. Nëse kemi nevojë me kërku për dikujt është Allahu. Ta kujtojnë Allahun edhe me përmend, po edhe ta kujtojnë fuqinë dhe mundësi që ka Allahu Dhul Xhelal me i ndihmu njerëzve në formën e jashtëzakonshme, në formën e mrekullueshme. Normalisht, veç namazi i ka këto të mira, e ku jet agjërimi, e ku jet zeqati, e ku jet haxhi, për këto të mira inshallah taala, nëse kemi ymër dhe shnet dhe mundësi, vazhdojmë në dersën e ardhshëm duke lutur Allahun, Allahu të na e djetë të dobishme dhe vepra të mira, na e sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka tubuar në këtë xhami, në këtë ditë të madhe, Allahu i madhëshëm të gjithëve na bashkoft në Jannatul Firdaus, në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.